Mirë, banor, para se t'ja nisim diskutimit për materialin që pam, diçka shumë të shkurtër, si çdo sezon tjetër, shtëpinë do ta mbajmë më të ëmbël sot, Mondo Cafe, me ëmbëlsirën speciale për ditëlindjen e njeriut që jep energji, elegancë dhe stil çdo prime dinit. Dinit. Sa më ëmbël sonte. Tani do ëmbëlsohemi, që nga ky moment e tutje vetëm ëmbël. Edhe pse kam përshtypjen që do ketë debate në këtë pjesë, por atëherë, me njëherë në temë, Hygerta dhe Linda keni biseduar për lëndrimin. Çfarë ka që nuk shkon në sjelljen e tij në raport me ju? Hygerta. Unë kam vërejtë që në fillim, me thënë drejtën, edhe ja kam shfaqur dhe ja kam thënë edhe në sy. Pati një... Do të më nxjerrin nga vetja, shkurt, për të mos të zgjatur shumë. Edhe filloj po më quante gjyshe, edhe e kthente që me demek nuk po të them se kështu e shumë. Të lutem, respekt. Kur flas unë, flas unë. Se mos e drejto mua betin, lojen, veç se ke lojen edhe vazhdo ma sa Po pra që po them unë? Lëndrim, vjen rradha dhe ty. E pra, e hithte tek loja, pra bën lojën si gjyshe, për 2 ditë ku e përcaktoj lojën time, se është kështu shumë i zgjuar nga natyra. Gjithsesi, kur erdhi Prime i kaluar që bëri atë veprimin me Klodin, mbrapa më tha, mendova tha se do ma përdorje, dhe e vlerësoj shumë tha që nuk ma përdore. Dhe më mbrapa, kur po bënim lojën fizike, se ky është ajo gjëja më e madhe, loja fizike, kaloi dhe më tha prap gjyshe. Po aty, qa ishte loj, strategji ishte të loja fizike, që u quajta prap gjyshe? Pra ky është një njeri pa karakter. Dhe unë këto e kam përcaktuar që në fillim. Dhe i qëndroj deri në fund. Luan si skup, nuk luan si burr. Ka që kam e këtama. Lëndrim? Mas i tha e ka përcaktu në fillim, nuk besoj që e ka mujt me përcaktu në fillim, pasi që u konë në gjëmë. Kështu që tash ka mujt se e kom zgju pak, po përshët që vëmendja e të pru me disa personave po jo bën dëm. O zot, aty të kisha prit me më dëm vëmendje se s'kam pas kur. Sa i përket Hygit, unë e prapë thëmë është shtep për e mire krejt, po e vrejt që i pengon kjo... s'po di që shme cekt, momentin që e sheni banor që o kam gjuhet, automatikisht i bod bashkë të u mundu me më sulmu, e pava që e cek edhe të një pjesë që tha kushedra. Kushedrat mund e egzistu edhe sëd, po jo në shpel edhe nuk i shohim.